Me rastin e Fitër Bajramit, një urim i veçantë për të gjithë besimtarët musliman vjen nga arqipeshkvi metropolit Shkodër-Pul Gjovani Peragjine, në letrën dërguar Muftiut të Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Arqipeshkvi Peragjine, ndër të tjera thekson, kjo festë vjen pas agjerimit dhe lutjeve që keni bërë gjatë muajit të Ramazanit, i cili është një periudhë e rëndësishme për jetën shpirtërore dhe komunitetin musliman. Uroj që ky muaj t'ju ketë dhënë forcë në jetën tuaj shpirtërore dhe të ketë mbjellë në zemrat tuaja dashuri, paqe dhe mirësi. Gjithashtu Këshilli Papnor për dialogun ndërfetar ju përcjell të gjithë urimet e tij të përzemërta. Këtë vit mesazhi i tij ka si moto: të krishterë dhe musliman, ajo që shpresojmë të bëhemi së bashku, ku thuhet: në një botë të shënjuar nga padrejtësia, konfliktet dhe pasiguria për të ardhmen, thirrja jone e përbashkët mbart shumë më tepër se sa praktika të ngjashme shpirtërore. Bota jon ka etje për vëllazëri dhe dialog të vërtet. Së bashku, muslimanët dhe të krishterët mund të jenë dëshmitar të kësaj shprese, me bindjen se miqësia është e mundur pavarësisht peshës së historisë dhe ideologjive. Prandaj, ajo që dëshirojmë të bëhemi së bashku është të jemi vëllezër e motra, në një rrezikshmëri, duke e çmuar thellësisht njëri tjetrin. Besimi ynë në Zot është një thesar që na bashkon. Për shkak të angazhimeve jashtë vendit, nuk kam mundësi të jem pranë jush në këtë ditë të shënuar, por nga zemra ju uroj edhe një herë, gëzuar Bajramin, Zoti i mëshirshëm dhe i gjithëpushtetshëm na ndihmoft që të ecim gjithmonë në rrugën e mirësisë dhe mshurisë dhe paqes në mbar botën. E mbyll mesazhin e tij të urimit arqipeshkvi Gjovani Peragjine.